Besimtarët Bektashin festuan ditën e Sultan Novruzit, ditëlindjen e të madhit Imam Ali në Qabe. Sipas lindjes, kjo është dita kur gjithçka ringjallet, lind shpresa dhe njerëzimi rigjen forcën për një të ardhme më të mirë. Kjo festë është një nga më të shënuarat për Bektashinët, pasi simbolizon një fillim të ri, paqe dhe bekim. Imam Aliu, i lindur më 22 mars, është një nga 12 imamët dhe një nga figurat më të shenjta të besimit bektashian, i njohur për mençurinë dhe devotshmërinë e tij të jashtëzakonshme. Në këtë ditë feste është traditë që të pihet një gotë qumësht, e cila simbolizon lindjen e një dite të re. 22 marsi konsiderohet një ditë e shenjtë për bektashinët dhe përkon gjithashtu me 31 vjetorin e rihapjes së kryegjyshatës botërore bektashiane. Fjala Novruz, që vjen nga persishtja, do të thotë dita e re, ndërsa sultan është një titull i lartë që tregon rëndësinë e kësaj dite. Festa e Sultan Novruzit ka mbërritur në viset shqiptare në shekujt 15-16, së bashku me përhapjen e besimit bektashian. Në shekullin e 20 ajo është shndruar në një manifestim mbarkombëtar dhe në vitin 1996 dita e Novruzit u shpall festë zyrtare në Shqipëri. Edhe në qytetin e Lushnjës, kjo festë u kremtua me një aktivitet organizuar nga shoqata bektashiane nën kujdesin e kryetarit të saj, Kujtim Baze, që në orët e para të mëngjesit besimtarët dhe qytetarët u drejtuan drejt teqeve në Lushnjë, duke ndezur qirin dhe duke u lutur për një ditë të re dhe një shpresë të re në besimin bektashian. Aktiviteti mori një rëndësi të veçantë me pjesëmarrjen e ministrit të financave dhe kandidatit për deputet në qarkun fier për zgjedhjet e 11 majit, zotit Petrit Malaj, i cili ishte i shoqëruar nga kryebashkiakja e Lushnjës, zonja Riselda Sefa, si dhe drejtuesit e shoqatës bektashiane. Pjesëmarrësit vizituan teqen e Baba Skënderit, ku ndezën qirin dhe përcollën mesazhe për këtë ditë të bekuar, duke e konsideruar një moment të rëndësishëm për besimtarët bektashin të Lushnjës dhe për të gjithë qytetin. Përshëndetje gjithë qytetarëve të Lushnjës, ndodhemi sot këtu në teqen e Baba Skënderit për ditën e Sultan Novruzit. Ju urojmë të gjithë besimtarëve bektashin, por dhe gjithë qytetarëve të Lushnjës, gëzuar festën e Sultan Novruzit. Qoftë kjo një ditë e shpresës dhe e ringjalljes së jetës. Gëzuar të gjithëve. Sot besimtarët Bektashi festojnë festën e Sultan Novruzit dhe gjej rastin të uroj të gjithë besimtarët Bektashi në Lushnjë, por edhe gjithë qytetarët e Lushnjës, gëzuar Sultan Novruzin, paqe, dashuri dhe mirësi, paqe në familjet tuaja. Gëzuar. Urojmë gjithë besimtarët bektashian, kudo që janë, besimtarët bektashian shqiptar, besimtarët bektashian të Lushnjës dhe Divjakës, si dhe gjithë qytetarët e Lushnjës, gëzuar festën e ditës re, festën e ringjalljes. Sot është ditë e re, lind të shpresa, lind jeta. Për një mbarësi, begati për gjithë qytetarët, për gjithë besimtarët. Në emër të shoqatës kulturore bektashiane Lushnjë, falenderojmë zotin Petrit Malaj, që na uroj dhe bekoj në këtë teqe dhe këtë vend të shenjtë, si dhe kryetarën e bashkisë për mirësinë e treguar dhe dashamirësinë që tregon ndaj çdo lloj komuniteti, por në veçantë ndaj komunitetit të gjerë bektashian të Lushnjës. Edhe një herë mbarësi për gjithë shqiptarët, mbarësi, shpresë dhe për një jetë më të mirë. Më pas, takimet vazhduan me vizita në familjet e besimtarëve bektashin, të cilët pritën ministrin e financave, zotin Petrit Malaj, një bashkëqytetar të ri të MZQ-s, së bashku me kryebashkiaken zonjën Riselda Sefa. Gjatë këtyre vizitave ata ndanë urime dhe mesazhe besimi, duke e përjetuar këtë festë si një traditë fetare dhe hyjnore të besimit bektashian. Në kuadër të festimeve, shoqata bektashiane e Lushnjës dhe e Divjakës lëroi me certifikat mirënjohje disa personalitete me kontribute të rëndësishme ndër vite në komunitetin bektashian. Ministri i Financave ishte pjesë e ceremonisë së ndarjes së këtyre certifikatave, duke vlerësuar rolin e tyre në ruajtjen dhe përhapjen e vlerave të besimit bektashian. Në këtë ditë të shënuar të Sultan Novruzit, nuk munguan dhe traditat e veçanta, ku pjesëmarrësit u bën pjesë e zakonit të lakrorit me lek, një simbol i fatit dhe begatisë për të gjithë besimtarët.